Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjellë recetën ëmbëlsirës së lagur, përgatitja e thjeshtë, ekonomike, e shijshme, besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen, fillimisht përgatisim shërbetin e kësaj ëmbëlsire. Në një tenxhere shtojna 400 ml me qumësht, një gotë 200 ml me ujë dhe 2 gota nga 200 ml me sheqer, një vanilë sheqeri për aromë dhe në temperaturë mesatare e zi masën duke e përzierë vazhdimisht derisa ajo fillon të vlojë. Shërbeti ka fillu që të vlojë, tash e largojna nga zjarri dhe e lojmë që të tohet plotësisht. Derisa shërbeti është në tohje, ne përgatisim ëmbëlsirën. Në një enë të madhe shtojna 4 vezë. Tek vezët shtojna 14 lugë gjelle me sheqer. Një vanilë sheqeri për aromë dhe masën tash e përzim kështu me një tel kuzhine që sheqeri dhe vezët të bëhen në një masë. Kam përzier masën, tash shtoj 8 lugë gjelle me kokos. Vërtet është një ëmbëlsirë shumë e shijshme dhe e shpejtë për përgatitje. Ja shtoj 14 lugë gjelle me grez, apo semolina ndryshe në Evropë siç njihet. Luga 14 e përzi masën. Shtojna 14 lugë gjelle me qumësht. Shtojna dhe 14 lugë gjelle me vaj. Tash masën e përzi kështu pas 2 minutave me mikser apo me teldore, nuk ka rëndësi. Përgatitja e kësaj ëmbëlsire nuk ju merr shumë kohë, vërtet është një ëmbëlsirë shumë e shijshme. Mjaftueshëm kam bërë përzierjen, tash ja shtoj 14 lugë gjelle me miell. Luga 14, ja shtojna një pluhur për pjekje, një paketim 15 gramësh unë e kam dhe përsëri e përzi masën mirë që mos ngele topa, shumë e rëndësishme është masa. Fizdoj një masë të njëtrajtshme. Pasi
pasi kam përzije masën mirë, marim të një tepsin, unë kam kështu një tavë me dimensione 30 cm, e kam lyer mirë në vaj nga gjitha anët dhe I shtoj pak miell kështu. Dhe mundohem që millin ta përhapi në gjithë tavën, mirë nga gjitha anët, më lehtë do largohet ëmbëlsira pas pjekjes dhe e kalojna masën. Masa është shumë e rëndësishme të përhapet nga gjitha anët në trashësinë e njëjtë. Kam përhapur masën mirë, kështu tundi 2-3 herë në tavoline tavën që të bëhet më e vrash masa dhe ëmbëlsirën e fusim në pjekje në temperaturë 180 gradë 25 minuta. Ëmbëlsirën e kam largu nga furra dhe e lëm që të ftohet plotësisht. Ëmbëlsira është ftohur, morim dhe bëjmë prerjen. E prejmë kështu në katrore të vogla. Më lehtë e kemi kur ta bëjmë shërbimin. Ja shtojmë shërbetin, e merr me një herë. Vërtet shërbeti jep një shije unike dhe për këtë arsye thirret ëmbëlsirë e lagur. E lojmë që ta merr dikon për 10 minuta. Kam marrë shërbetin, tash sipër e dekoroj kështu me kokos. Kokos mund t'i shtoni sipër sipas dëshirës suaj. Dhe ëmbëlsirën mund ta konsumojmë me një herë ose e lojmë që të qëndrojë pak më gjatë që të bëhet më e mirë, varet se si doni. Ta largojmë tash një pjesë dhe ta shihni se si ka dalë. Vërtet ka dalë shumë e mirë. Besoj se dhe shija ka për me qenë kështu e mirë sikur dhe pamja. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë ëmbëlsirë të lagur, ju bëft mirë, ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mi mbeqin nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.